Jeti kemi sërish së bashku dhe kam kënaqësinë që në studio të kem profesor Dr. Irfan Ahmetin, endokrinolog, me të cilin do flasim më tepër për obezitetin. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot për të folur për këtë temë, e cila besoj se është një temë që ju e hasni shpesh edhe në profesionin tuaj, por edhe në përgjithshmëri ma merr mendja që edhe ju pyesin njerëzit shpesh për këtë temë. Po. Përshëndetje, përshëndes të gjithë shikuesit e pasqyrës së shëndetit dhe kam nderin tem në këtë emision tuajnë, posaçërisht të flasim për një temë siç është obeziteti, një sëmundje pandemike, e cila fatkeqësisht rritet jashtëzakonisht shpejt dhe tangon të gjithë grup moshët dhe ne si shtet gjithsesi nuk jemi të anashkaluar, pra një problem jashtëzakonisht i madh, qoftë në aspektin shëndetësor, qoftë në aspektin e harxhimeve, gjithsesi të kostos që ka obeziteti si një sëmundje kronike e që është e shoqëruar fatkeqësisht me shumë komplikacione dhe sëmundje të tjera. Përpara se të kalojmë tek komplikacionet dhe tek sëmundjet e tjera të cilat vinë ndoshta dhe për shkak të obezitetit, le ta fillojmë nga fillimi. Çfarë është obeziteti dhe si mund të diagnostikohet? Po. Në pika të shkurta mund të themi se obeziteti është një sëmundje kronike e cila shoqërohet me rritje të indit dhjamor, do thotë si dhe peshës trupore, për arsye të shumë faktorëve, do thotë është një sëmundje multifaktoriale, por në pika të shkurta do thotë si pasojë e kësaj rritje të indit dhjamor, kemi rritje edhe të peshës trupore, qoftë mbi peshë apo qoftë obezitet, e cila pra nuk është vetëm e distribuar në lëkurë, ai ind dhjamor, por gjithsesi ajo që është edhe më me rëndësi është indi dhjamor është i përfshirë edhe në brendi, gjithsesi në organe, pra kemi një adipozitet i përgjithshëm trupor, i cili shifet pra nga ana e gjithë e jonë, do thënë, kur e shohim një person dhe parafërsisht kemi një parashikim, a është obez, a është me mbi peshë, dhe adipozitetin visceral, pra adipoziteti gjithsesisht përfshirja e indit dhjamor në organe, i cili gjithsesi pastaj çon në paraqitje të shumë sëmundjeve tjera të cilët janë të shoqëruara me obezitetin. Çfarë mund të dallojë atë idenë tani një njeri që mund të jetë obez nga një njeri i cili mund të jetë pak më i mbushur, siç e themi ne? A ka një, domethënë si matet ky dallim? Tham se duhet pikë pari të insistojmë që obezitetin ta përshkruajmë si një sëmundje kronike, jo vetëm si një shtim i peshës trupore, gjithsesisht si përpara siç e kanë quajtur i shëndosh, apo kur kemi pa person obez kemi thënë është i shëndosh, fatkeqësisht është e kundërta, do të thotë mund ta shohim kështu nga jashtë parafërsisht ta vlerësojmë se një person është obez, por ajo çka është me rëndësi, matja e peshës trupore, gjithsesi indeksi i ashtu quajtur indeks i masës trupore, body mass index siç e thuajnë në anglisht, është një kalkulator i thjeshtë, pesha në kilogram, thyje për lartësinë e jep indeksin e masës trupore dhe ne si profesionista, po kjo është mirë ta dinë edhe gjithë popullata që ta dije një person ku është, e masim dhe themi se nëse është prej 18 deri 25 është normal ai indeksi i masës trupore, do thotë personi është nuk bën pjesë as në mbipeshë as në obezitet. Prej 25 deri 30 kg për metër katror, themi se kemi të bëjmë me mbipeshën dhe mbi 30 themi se kemi të bëjmë me obezitet. E tash aty e dajmë e gradojmë obezitetin e klasit parë, klasit 2 dhe klasit 3 sipas indeksit të masës trupore. Do thotë prej 30 deri të 35 është klasa e parë e obezitetit, 35 deri 40 klasa e dytë dhe mbi 40 kg për metër katror është obeziteti klasës së tretë, gjithsesi përpara siç e qunim obeziteti morbid apo shumë jashtëzakonisht persona të trashë. Pse e themi këtë? Për arsye se qasjen e bëjmë sipas asaj se ku bën pjesë personi obez. Por
Diagnostika ka ndryshu në kuptimin e asaj se jo vetëm indeksi i masës trupore është me rëndësi, por gjithsesi edhe raporti ndërmjet belit dhe lartësisë është një vlerësim dhe ne si klinicist e kemi shumë me rëndësi që kur bëjmë matjen e belit dhe lartësisë, ta shohim se ku përket ai person, ndërkohë se është mbi 0.5 ai raport, atëherë gjithsesi se themi kemi të bëjmë me obezitet dhe karakteristika e tretë kryesore në diagnostikimin e obezitetit gjithsesisht në qasjen e menaxhimit të personave obez është ai pasqyrimi klinik. A ka të shoqëruar personi sëmundje tjera që janë të lidhur me obezitet apo jo, sepse shpeshherë ndodh që nëse personi ka obezitet, tazam ose mbi peshë, nuk është shumë obez, por ka sëmundje tjera kronike, gjithsesi komplikacione, çështja është më serioze në redukimin e peshës trupore, qoftë në intervenim, qoftë në trajtim, me qëllim që të parandarojmë komplikimet, gjithsesi vdekshmërinë e hershme, sepse është e dëshmuar se obeziteti pra jep mbi 220 komplikacione, sëmundje tjera, nga njëra anë gjithsesi është e dëshmuar se obeziteti çon në zvogëlim të jetëgjatësisë, diku 10 deri 14 vite. Doktor, a mund të bëhet një person obez vetëm duke ngrënë ose patjetër duhet që shtimi i peshës të jetë edhe për shkaqe shëndetësore? Shumë pyetje me vend, do thotë cekëm pak më parë se obeziteti është një sëmundje multifaktoriale, do thotë nuk është vetëm marrja e ushqimit si një nga shkaqet e arsyeshme, ku themi se gjithsesi ndikon marrja e ushqimit, sepse kemi të bëjmë një raport mes energjisë së marrur, gjithsesi anabolizmit dhe energjisë harxuar gjithsesi katabolizmit, dhe një raport i shtuar i anabolizmit krahasuar me katabolizmin, gjithsesi se ndikon në shtimin e peshës trupore. Por ka shumë faktorë të tjerë të cilët janë të lidhur me shfaqjen e obezitetit. Aty janë predisponimi, do thotë gjenetik, trashëgues, faktorët e tjerë social, faktorët e mjedisit, faktorët biologjik, faktorët ambiental, çrregullime të ndryshme të cilët janë të lidhur me sjelljen, çrregullimi i gjumit, stresi e kështu me radhë. Do thotë gërshetimi i shumë faktorëve çon në shtimin e peshës trupore gradualisht dhe paraqitjen e mbipeshës gjithsesisht obezitetit. Mendoj se ky faktori pra predispozicioni gjenetik është edhe shumë i përfolur. Pra njerëzit e dinë tashmë si një faktor predispozues, por është domosdoshmërisht një fëmijë që vjen nga prindër obez që edhe ai në të ardhmen të jetë obez ose mund të parandalohet? Po faktori gjenetik duhet të jetë një nga alarmet që me kohë për shembull të kemi parasysh të rrezikun për shfaqjen e obezitetit ke një fëmijë, siç e përmendet, sepse fatkeqësisht obeziteti më të madh shtohet për nga numri, ne quajmë për nga prevalencat e fëmijëve dhe tek adoleshentët, por nuk është faktori gjenetik kryesor. Faktori kryesor, do thotë i shfaqjes obezitetit është ndryshimi i veseve, gjithsesi pranimi i veseve të këqija, të ashtu quajtura ushqime me jashtëzakonisht kalori të mëdha, ushqimet e përpunuara, fast food, ushqimet që përmbajnë shumë sheqerna të rafinuar, yndyrna nga njëra anë, zvoglimi i ushqimeve që kanë karbohidrate që janë të thithen, absorbohen më ngadalë, gjithsesi pemë dhe perime, do të thotë më pak konsumimi i pemëve dhe perimeve, mos aktiviteti fizik, çrregullimi i gjumit, jeta ashtu quajtur sedentare, qëndrimi pranë telefonave, celularëve, televizorëve, internetit e kështu me radhë.
Do të thotë faktori gjenetik merret parasysh, por nuk është shkaktari kryesor. Pse e them këtë? Sepse para 40 vite obeziteti ka qenë shumë i rrallë. Do thotë jo pse nuk ka pasur predisponim gjenetik, por për arsye sepse gjithë të veset e këqija që ka i përmendëm kanë qenë të minimizuara dhe sidomos ushqimi i shëndetshëm, aktiviteti fizik kanë qenë do thotë të theksuar. Do thotë 4 dekadat e fundit numri i personave obez është 4-fishuar. Kështu që do thotë dikun në botë ka dikun gati 770 milion persona obez, në 2035 numri do t'i kaluajë edhe 1 miliard. Sa i përket vendit ton, parashikimet janë se mbi peshë dhe obez ka dikun 60%, çdo i dyti person është ose me mbi pesë ose obez. Kjo është jashtëzakonisht problem i rëndësishëm për arsye se alarmi është ngritur jo për arsye të anës aspektit do të thotë fizik të pamjes, të dukjes, por për aspektit të komplikacioneve që obeziteti jep në atë aspektin e çrregullimeve metabolike, çrregullimeve mekanike dhe çrregullimeve psikologjike. Meqense jemi tek metabolizmi, një hormon i cili ndikon shumë edhe në metabolizmin e përgjithësi është hormonet të cilat ajo nga tiroidja. Si ndikon tiroidja në përgjithësi në obezitet, sepse dëgjojmë shpesh njerëz të cilët janë mbi peshë ose edhe obez dhe thonë që e kam nga tiroidja. Sa e vërtetë është kjo? Do thotë ne si endokrinolog bëjmë vlerësimin edhe statusit hormonal. Do thotë te çdo pacient bëjmë edhe vlerësimin e statusit hormonal, mos vallë obeziteti është i shoqëruar me ndonjë çrregullim hormonal. Ajo që mas shumti e bëjmë analizë, gjithsesi lidhshmërinë e obezitetit është metabolizmi i leptinës, një hormon i cili tajohet në yndyrë, edhe është i rëndësishëm do thotë për do thotë apetitin, gjithsesi për alarmin për oreksin, i cili fatkeqësisht tek personat obez, edhe pse rritet, do thotë në sasi më të madhe, kemi një rezistencë dhe leptina nuk e ndalën, do thotë oreksin. E dyta është insulina, do thotë tek personat obez shfaqet një rezistencë ndaj insulinës, e cila pra do thotë prodhohet ma shumë nga ana e pankreasit, siç dihet insulina do thotë rezistenca ndaj insulinës e cila e bën rregullimin e sheqerit në gjak, po nga ana tjetër ndikon edhe në metabolizëm, çon do thotë në të ashtu quajtur do thotë procese të ndryshme, rritje të proceseve të ndryshme inflamatore, gjithsesi çrregullim të metabolizmit në përgjithësi dhe në të ashtu quajturin çrregullim kardiorenal metabolik. Sa i përket çrregullimeve tjera siç është qendra tiroide, gjendje siç janë hipotirozat, të cilët karakterizohen me zvogëlim do thotë të përdorimit të energjisë, gjithsesi një nga këto shenjat që shfaqet te këto persona është se këto persona ankohen edhe përkundër asaj se nuk marrin sasi të bollshme të ushqimit, te këto persona mund të paraqitet do thotë obeziteti, prandaj edhe bëjmë matjen e hormoneve të tiroidës, TSH dhe FT4 dhe vlerësojmë në qoftë se shkak është hipotiroidizmi tek për obezitetin, atëherë trajtojmë do thotë hipotiroidizmin. Edhe nga më tjerët do thotë çrregullime si më të shpeshta, janë çrregullimet si pasojë e kortizolit, do thotë format e ndryshme mos i lodhim edhe shikust, që i quajmë ne si Cushing, bëjmë do thotë matjen e kortizolit në gjak, po kortizolit të përmendim se edhe pse nuk e masim, mjafton ta pyesim personin, a është me stres, a nuk është me stres,
dhe stresin pra e lidhim me çrregullimet të tajimit të kortizolit, i cili pra ndikon në shtimin e peshës trupore. Tham, çrregullimi i stresit, gjumi jo i rehatshëm janë po ashtu një nga shkaktarët e mëdhej në çrregullimin e metabolizmit në përgjithësi, por edhe të shtimit të peshës trupore. Pra, është vërtet kjo që e dëgjojmë nga njerëzit që thonë se kur jam i stresuar, ha tepër dhe më shëndosh stresi. Pas ka një shpjegim shkencor. Po, ka shpjegim shkencor, sidomos nevoja për karbohidrate, për sheqerna, atëherë rritet, sepse nga ana tjetër, në qoftë se nuk është e tepruar, ambëlsira është e dëshmuar si antistres. E tash gjithçka që është e tepruar, pra atë disbalansin, sa më tepër që të jetë stresi aktiv, nuk e ndalën stresin përdorimi i ambëlsirave, po fatkeqësisht do të thotë personi që është i stresuar, do të thotë në vend që ta eliminoj shkaktarin e stresit, pra ndonjëherë shpëtimin në thojza e kërkon tek përdorimi i ushqimeve, sidomos me sheqerna. Është psiqike kjo që gjithmonë kur si jemi mirë themi ha një çokoladë dhe do s'kaloje, do jesh më mirë. Po atëherë edhe ne kemi marrë prej atyre që me të vërtetë e kanë vrejtë se do thotë këto ushqime pra për arsye të ndikimit të kortizolit, do thotë efektit glukokortikoid dhe do thotë ndikimit në metabolizëm, pra organizmi në ato momente e shef në thojza si shpëtim përdorimin e sheqernave. Çka në fakt tam duhet të gjendet shkaktari, ajo pasoja. Dhe të trajtohet pikërisht shkaku nga se vjen. Në që se jemi tek shkaku, si është lidhshmëria mes obezitetit dhe diabetit? Po, obeziteti tham se shkaktari për mbi 200 smundjeve të tjera, ndër smundjet metabolike më të shpeshta që paraqitet është diabeti tipit të dytë, pra dikun 40% e personëve obez kalojnë në diabet të tip 2. Gjithsesi në qoftë se i shohim personat me diabetin e tipit 2, themi se dikun mbi 70% janë ose mbi peshë ose obez. Gjithsesi se obeziteti ka një lidhshmëri të ngushtë me diabetin e tipit 2 përmes insulinës, gjithsesi ashtu quajturës hiperinsulinemi dhe rezistencës insulinës gjithsesi mos veprimit të insulinës në organe për ta marrë glukozën nga gjaku dhe për ta përdorur si do thotë energji gjatë aktiviteteve tona, qoftë gjatë punës, qoftë gjatë qëndrimit, do thotë për energji të metabolizmit. Pra kemi një rezistencë insulinike e cila është pastaj e lidhur me çrregullimin e metabolizmit të glukozës, si paradiabet, qoftë paraqitje të diabetit të tipit të dytë. Por ajo çka është shumë me rëndësi, kemi të bëjmë me një veprim të kësaj hiperinsulinemie edhe në organe të tjera, ku kemi do të thotë nxitjen e proceseve të shumta, qoftë inflamatore, qoftë të çrregullimit të metabolizmit të yndyrnave, triglicerideve, të cilët ndikojnë në organe, gjithsesi në të ashtu quajturën dhiamosje të organeve. Një nga smundjet e shpeshta që është e shoqëruar është do të thotë mëlçia e dhiamosur metabolike, e cila në qoftë se nuk diagnostikohet me kohë mund të marrë inflamacion, do të thotë si steatohepatit, dhe me kalimin e viteve mund të kalojnë në faza përfundimtare, fibroz, gjithsesi ciroz, shumë rrallë, dikun 2% në të ashtu quajturën kancer, karcinom hepatocelulor. Çka është do të thotë me rëndësi, atë çka tham, jo vetëm matja e peshës trupore, por vlerësimi i parametrave metabolik, përcaktimi i rrezikut për paradiabet, diabet, vlerësimi i shëndetit të organeve tek një person obez dhe asociimin e të ashtu quajturës sindrom kardiorenal metabolik, i cili pra
është si pasojë e obezitetit. Thamni nga smundjet më të shpeshta janë smundjet kardiovaskulare, smundjet e zemrës si pasojë e obezitetit, diabeti tipit 2, mëlçia e dhjamosur, dhe gjithsesi çrregullimet tjera do të thotë ne i quajmë mekanike, siç janë apnea e gjumit, dhe çrregullimet e nyjeve, çrregullimet osteoartikulare, dhe gjithsesi vlen të përmendet nga këto, çfarë tham, për mbi 200, vlen të përmendet edhe lidhshmëria e kancerit me obezitetin. Besoj se këtu është edhe ajo pika e habitshme se si mundet nga obeziteti të kaluhet në një sëmundje aq të rëndë dhe duke sikur është e pamundur, por në fakt mundesh ka që të ndodhe kjo dhe që shkaktoj deri tek kanceri. Do me thënë, kemi një çrregullim të përgjithshëm, ne e quajmë të homeostazës, do thotë sot kemi lirimin e të markerëve të ndryshme të inflamacionit, të citokinave të ndryshme, nga ana tjetër veprimin e hiperinsulinemisë, do thotë atë çka e përmendëm, rezistencën insulinemike, çrregullimet e ndryshme të hormoneve të cilët ndikojnë në atë homeostazën e organizmit për peshën trupore, dhe gjithë kjo pra është e dëshmuar edhe në çrregullimet më problematike siç janë do të thotë kanceret e ndryshme, sidomos të traktit gastrointestinal. Një lidhshmëri interesante mes pjesës endokrinologjike, pra hormoneve, është edhe me sistemin reproduktiv. Si ndikon obeziteti dhe hormonet të cilat dhe i përmendëm pak më herët në fertilitetin tek gratë? Sa ndikim ka? Jo vetëm tek gratë, po edhe te femrat, edhe te meshkujt, do të thotë obeziteti. Ka ndikim tek të dyja gjinit? Ashtu. Ka dallim ka lidhshmëri me të dyja gjinit. Studimet kanë dëshmuar, po ne hasemi shpeshherë tek femrat, për shembull, çrregullimet e ciklit menstrual, infertiliteti i mundshëm, te femrat që janë më obeze, sindrome ashtu quajtur policistike, janë të shoqëruara me obezitet. Përsëri do ta përmendim atë hiperinsulinemin, gjithsesi rezistencën insulinike, një nga shkaktarët, po gjithashtu edhe çrregullimi i aksit reproduktiv hipotalamo-hipofizar me hormonet të cilët do të thotë veprojnë në vezoret e femrave. Do të thotë hiperinsulinemia ndikon në paraqitjen e vezorëve policistik, të cilët janë një nga shkaktarët e fertilitetit, e çrregullimit të cikleve menstruale. Nga ana tjetër edhe te meshkujt kemi dëshmi të çrregullimit të hormoneve do të thotë reproduktive dhe infertilitetit mashkullor, kështu që shpeshherë pra bëjmë analiza specifike tek personat obez, qoftë spermogramit, qoftë hormonit të testosteronit apo hormoneve që janë të lidhura me hipofizën. A ka dallim në gjini se kush është më i predispozuar ndaj obezitetit? Gratë apo burrat, ose kjo varet nga ato faktorët që i përmendëm deri më tani? Sipas të dhënave që i kemi, do të thotë dallimi është shumë i vogël në favor të gjinisë femrore, por ajo dikun është 2%. Do të thotë, kështu që nuk mund të quhet se ka ndonjë dallim. Nuk mund, këtu më tepër ndikojnë do të thotë faktorët e jashtëm, varësisht prej aktivitetit fizik, prej do të thotë kushteve të tjera që i përmendëm, gjithsesi do të thotë me kalimin e kohës, me moshën, kjo prevalencë ne çka e quajmë pothuajse barazohet. Edhe te fëmijët është e njëjta, do të thotë përafërsisht kemi të balansuara gjinit sa i përket mbi peshës dhe obezitetit. A mund të diagnostikohet me obezitet edhe një fëmijë në moshë më të vogël? Absolutisht, do me thënë atë çka thamë në fillim, ajo çka është brengosë është se përpara ne nuk kemi pas
shumë obezitet tek fëmijët e tek adoleshentët për arsye se veset të themi apo aktivitetet ditore të një fëmije përpara kanë qenë plotësisht të ndryshme para daljes së telefonave, celular, të rrjeteve sociale, të internetit e kështu me radhë, sepse sa më tepër aktiv që është një fëmijë, aq ma shumë e harxhon atë energjinë të cilën e akumulon, sidomos nga ushqimet e tepërta, ndikimi i faktorit të jashtëm, reklamave të këqija të cilët reklamojnë ushqime të thotë jo të përpunuara si duhet, dhe gjithë kjo ka ndikuar që të kemi një rritje të peshës trupore tek fëmijët, dhe ne mund të themi se jemi një shtet obezogjen, për arsye se në qoftë se krahasojmë me shtetet qoftë në region, do thotë jemi Kroacia, ne dhe Shqipëria jemi me një prevalencë më të madhe të obezitetit, që është më e keqja edhe tek fëmijët dhe tek do thotë adoleshentët. Tham se kjo çon në rrezik për diabetin e tipit 2, që është veç më e dëshmuar përpara pothuajse te fëmijët dhe te adoleshentët nuk kishim diabet të tipit 2, tash kemi gjithnjë më tepër. Dhe vetëm mund të paraqitet edhe në atë moshë. Ashtu, dhe e treta, gjithsesi kur paraqitet, kur kemi obez, një fëmijë obez, gjithsesisht adoleshent obez, atëherë gjithsesi rreziku për paraqitjen e komplikacioneve në moshë më të re është shumë më i lartë, dhe gjithë kjo pra e kushton vetë personin obez, prandaj me kohë duhet të intervenohet në menaxhimin e obezitetit, gjithsesisht në redukimin e peshës trupore. Doktora, ka një mënyrë për ta parandaluar obezitetin? Do thotë mbi gjitha tham se duhet ta kuptojmë obezitetin si një sëmundje kronike, jo vetëm si një dukje e jashtme. Sepse ndonjëherë e neglizhojmë. Ashtu, do thotë vetdia duhet të ngritet në përgjithësi, do thotë një vetdije shoqërore duhet të kemi. Dhe mund të themi se unë jam kryetari i shoqatës shkencore për obezitet, dhe këtë vit do të kemi një kampanjë të zgjeruar për ndërgjegjësimin, për ngritjen e vetdijes për obezitetin, me qëllim që t'i largojmë stigmatizimet, të ndikojmë do thotë në vetdijen se obeziteti nuk është problem personal, individual, po është problem do thotë spaku familjar, pastaj problem i rrethit dhe shoqëror, ku thotë personin nuk duhet stigmatizuar, por personin duhet afruar, dhe në mjeku, raporti mjek person obez, pacient obez, nuk duhet jetë në kuptimin e fajsimit të tij, sepse fajtor jemi gjithë ne, ashtu thonë edhe rekomandimet e fundit, do thotë fajin e ka sistemi, nuk e ka fajin personi obez. Për arsye se atij janë ofru kushte të tilla të këqija që ai në një farë mënyrë në vetdije do thotë të kaloj në obezitet. Prandaj qasja duhet të jetë sistemike, intervenimi shumë sistemeve, dhe do thotë ndryshim i veseve në përgjithësi në çdo segment të jetës, qoftë në shtëpi, kthimi i mënyrës së të ushqyerit tradicional, rëndësia e aktivitetit fizik, qoftë nëpër shkolla, shmangja e tash të quajturave fast food, pijeve të gazuara me shumë sheqerna, ndikimi gjithsesi nxitja e rëndësisë për aktivitet fizik më të theksuar, dhe do thotë rëndësia e edukatës fizike për shëndetin fizik, dhe gjithsesi siç dëgjoni në mjetet informative se disa shtete veçmë ndikojnë në parandalimin e përdorimit të rrjeteve sociale, gjithsesi telefonave nën moshë 15 vjeçare, në disa shtete veçmë e kanë pru ligjin për ndalim. Do thotë intervenim në sistem në bashkëpunim me
të gjithë institucionet tjera. Spari Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë për Punë Sociale, Fondin Shëndetësor, do thotë gjithë bashkarisht duhet të ndikojmë në ndryshimin e qasjes ndaj obezitetit. Tani, për parandalimin e treguam se çfarë mund të bëjmë duke filluar ndryshimin nga vetja, pastaj në shoqërinë tonë të ngushtë e kështu me radhë derisa të arrijmë deri tek sistemi. Po sa i përket trajtimit, viteve të fundit është shumë i përhapur dhe një metodë për trajtimin jo vetëm të obezitetit, por edhe për shkaqe estetike, edhe baloni gastrik. Sa preferohet në këtë raste? Po, do thotë për herë qasja e menaxhimit të obezitetit e trajtimit të diabetit është do thotë një raport i mirë mjek-pacient. Se gjithsesi duhet përgatitet pacienti se obeziteti është një sëmundje kronike dhe gjithsesi nga biseda duhet shihet cilët janë shkaqet kryesore të cilët kanë thellë deri te obeziteti të ai person. Dhe masi të bëhet ajo analizë, gjithsesi të kemi një pasqyrë dhe siç e përmendëm diagnostikimin dhe klasifikimin e obezitetit, qoftë përmes matjeve standarde, qoftë përmes vlerësimit klinik, atëherë do thotë i qasemi. Po ajo çka është shkronja A e trajtimit të obezitetit është do thotë është quajtur intervenim behavioral. Do thotë në ndryshimin e stilit të jetës, gjithsesi marrjen e ushqimeve, do thotë kalorike të shëndetshme, do thotë ushqimeve të shëndetshme dhe shmangjen ushqimeve jo të shëndetshme dhe gjithsesi numërimin e kalorive dhe shtimin e aktivitetit fizik. Pas kësaj, në qoftë se sepse është e dëshmuar se dikun deri në 7% bire dikush deri në 10% mund të kemi redukim të peshës trupore. Në qoftë se ka nevojë për rënje më të theksuar të peshës trupore, do thotë nëse kemi një indeks tazam të peshë masës trupore përmbi 35, në qoftë se personi nuk ka çrregullime tjera, gjithsesi komplikacione tjera, por edhe nëse ka, atëherë fillojmë me farmakoterapi, gjithsesi do thotë përdorimin e barnave të cilët janë dëshmuar në zvoglimin e peshës trupore dhe këto barna është dëshmuar se mund ta zvoglojnë varësisht prej llojit të barit 10-15 deri 20% do thotë peshën trupore. Pse është me rëndësi kjo? Është me rëndësi sepse shumë sëmundje do thotë i parandalojmë. Do thotë, qoftë e ndalim hovin për paraqitjen e paradiabetit dhe gjithsesi diabetit, varësisht prej zvoglimit të peshës trupore, gjithsesi themi se bëjmë regresion, kryesisht e ndalim paraqitjen e diabetit të tipit 2 në qoftë se zvoglojmë peshën trupore përmbi 15%. Do doja një theks të veçantë i vëdojmë edhe terapisë medikamentoze të cilën dhe ju e përmendët, që të merret gjithmonë me rekomandim të mjekut apo jo? Sepse nuk duhet që të merret, të shërbejë kjo edhe si thirrje deri tek shikuesi kanë, deri tek shikuesi kanë, që të mos merret, domethënë e ka përdorur dikush, i ka bërë efekt ta përdor dhe unë. Ashtu absolutisht, do thotë aty desha të vi, do thotë qëllimi pra nuk është vetëm redukimi i peshës trupore që është e dëshmuar, do thotë efekti i këtyre barnave, do thotë përmes efekteve të tyre metabolike. Qëllimi është që këto parandalojnë do thotë shumë komplikacione, qoftë kardiovaskulare, qoftë të diabetit të tipit 2, qoftë mëlçinje dhiamosur e kështu me radhë, do thotë dhe prandaj, por në asnjë mënyrë do thotë personi nuk duhet me vetë iniciativë të nisë të marrë barna, duke siç thatë ka dëgjuar për njërit apo tjetrit, jo pse barnat janë të rrezikshëm, por për arsye se të efekteve të padëshirueshme gjithsesi marrjes së përgjegjësisë, sepse përgjegjësia kur mjeku e përshkruan do thotë barin, atëherë gjithsesi ka detyrime që ta ndjekë pacientin, qoftë në aspektin e efektit të barit, por edhe në aspektin e efekteve të mundshme të padëshirueshme dhe ta këshilloj gjithsesi ta orientoj pacientin se si të sillet. Ndonjëherë ndodhen që e shtym rritjen graduale të dozës, ndonjëherë ndodhen kur kemi efekte të padëshirueshme. Ta zvoglojmë dozën përsëri, prandaj prapë të kthehemi e kështu me radhë. Do thotë
nuk këshillojmë që barin ta marrin me vetë iniciativë, gjithsesi barin duhet ta përshkruajë mjeku. Sidomos dhe për këto barna të cilat mund të merren edhe online apo në përfaqe të pa verifikuara nga burime të pa verifikuara. Në fakt, to barna shkruhen me recept. Nuk shkruhen nuk shkojnë kështu, besoj se nuk i japin. Që të mos ju besojnë, domethënë, këtyre gjërave çfarë mund të besoj se në nuk i internet. japin dikush pa recept, sepse nuk duhet t'i jepen pa recept. Dhe atë çka duhet ta përmendim, hapin e fundit, gjithsesi ndonjëherë shkon edhe kombinim. Kirurgjia bariatrike, ishte ashtu quajtura sleeve gastrectomy, e cila pra përdoret në raste kur kemi obezitet të theksuar, mbi 35, do të thotë klasa 2, gjithsesi klasa 3, mbi 40 indeksi masës trupore. Bile atë mundemi edhe ta kombinojmë me farmakoterapi, intervenim kirurgjik dhe përsëri të vazhdojmë me nëse ka nevojë me farmakoterapi, që të kemi redukim të theksuar, sepse duhet të kemi redukim të theksuar të masës të peshës trupore, por ajo që ka thamë është me rëndësi ta kthejmë metabolizmin e shëndosh që përsëri themi ti anashkalojmë gjithsesi, ti zvoglojmë komplikimet e mundshme. Dhe mirë është që kemi një bashkëpunim interdisiplinar me klinikën e kirurgjisë abdominale. Fondi lejoj për 30 pacienta, do të mbulohet, argjimet të mbulohen përmes fondit për personat të tillë për të ashtu quajturën gastrektomi, do të thotë personat obez që pastaj kjo çojë në formimin e të ashtu quajturit ekip multidisiplinar, sepse obeziteti kërkon qasje qoftë interdisiplinare, qoftë multidisiplinare, që pacienti të jetë do të thotë i menaxhuar jo vetëm nga endokrinologu, edhe kirurg abdominal, por shumë është me rëndësi psikologu, gjithsesi nutricionisti dhe psikiatri, do të thotë gjatë vendosjes për trajtim, sidomos për kirurgji bariatrike. Doktor, ne kemi ardhur drejt fundit të bisedës tonë dhe jemi në pjesën tonë të fundit në rubrikën Pyet mjekun, ku disa shikues kanë dërguar disa pyetje për ju. Pyetja e parë thotë: doktor, kam provuar shumë dieta, por sapo i ndërpres i rikthej menjëherë kilogramat. Çfarë po bëj gabim dhe si mund ta thyej këtë cikël? Po shpeshherë pacientët ashtu thonë se pyetja e parë që u bojmë pacientëve është se a keni tentuar ndonjëherë të humbni në peshë. Sepse është hapi i parë dhe qivet ku është bërë gabimi. E para. E dyta, motivacioni. Dhe e treta, ajo që ka është shumë e rëndësi edhe në definicion të organizatave të ndryshme për obezitetin, thuhet se është smundje relapse, do thotë. Për arsye të veprimit të shumë faktorëve të cilët pra nuk janë vetëm shtimi peshës trupore, po edhini dikush thotë doktor, unë vetëm hujpi, po shtoj në peshë trupore, dikush ankohet tjerë. Do me thanë, vetë metabolizmi, vetë faktorët e ndryshëm mund të jenë shkaktar që shpeshherë kemi një motivacion, dhe është shumë e rëndësishme motivacioni. Do të thotë për krahja e familjarëve, për krahja e shoqënisë, për krahja nga profesionalët. Edhe në qoftë se pra personi obez ka rënë në peshë, pas një kohe ka lëshuar, do thotë është lodhur, sepse kjo është një qasje maratonike, për arsye se tham te shumica në qoftë se kemi intervenim në stilin e jetës, kemi redukim të peshës 5-10%, do të zvoglim, por fatkeqësisht kemi relaps, do të thotë jojo efekti, përsëri e kthejnë peshën. Në qoftë se kemi atë rast, atëherë në qoftë se personi është obez, mbi 30, gjithsesi ka rrezik për komplikacione, gjithsesi se këtu e shtojmë farmakoterapinë, sepse barnat pra e kryen atë efektin e vet që
e zvoglojnë apetitin, gjithsesi e zvoglojnë sasinë e marrjes së ushqimit dhe atë efektin jojo e zvoglojnë. Pyetja tjetër thot, jam 38 vjeç dhe kam shtuar shumë peshë pas shtatzanisë, nuk parit të dobësohem dhe pse ha pak. Çfarë më këshilloni? Shihni tash, këtu duhet parimisht të shifen edhe shkaqe tjera, aktiviteti fizik, pas lindjes, ushqimi ndonjëherë ne e dini si e kemi që të ketë për shembull gruaja më shumë qumsh, ndoshta mos marr më shumë kalori e kështu me radhë. Po gjithsesi, shpeshherë do të thotë nëse gjatë shtatzanisë ka shtuar shumë peshë dhe kërkon një periudhë pak më gjatë që ajo peshë të stabilizohet, sigurisht se nuk kemi të bëjmë këtu paraqitjen e diabetit gestacional, të cilin e trajtojmë dhe pas lindjes gjithsesi bëjmë matjet e insulinës, a ka ajo gruaja që ka lindë insulin, hiperinsulinemi, gjithsesi rezistencë të insulinës e kështu me radhë, e cila ndikon do të thotë në mosdopsim apo në shtimin e peshës trupore. Pra, mundet një kontroll që do ta vlerësojmë. Pyetja tjetër thot, pas moshës 45 vjeç, po shtoj peshë dhe pse nuk kam ndryshuar ushqimin, a lidhet me hormonet? Po, mundet lidhet me hormonet, sepse ajo është një moshë ku parafërsisht tash nuk e di çfarë gjinie është, se shumë është me rëndësi. Nuk e kemi të caktuar. Po prandaj them, se te gjinia femërore mundet se ajo moshës kur veç ma fillon periudha klimakterike, perimenopauzale, kur themi se është ajo faza e tretë e stresit hormonal, kur kemi një çrregullim hormonal dhe gjithsesi pra, po edhe shkaku tjetër mund të jetë pasiviteti, gjithsesi varet se sa merret me aktivitet fizik personi e kështu me radhë. Këto faktorët pra që i përmendëm deri më tani. Doktor, unë ju falenderoj shumë për gjitha këto përgjigje, për gjitha informacionet dhe këshilla që na dhatë deri më tani. Ishte kënaqësi dhe shpresojmë që këto parashikimet për 2035-ën të ndryshojnë dhe numri i personave obez dita ditës të ulet dhe jo të rritet. Po, faleminderit edhe juve dhe besoj se haruam ta përmendim gjithsesi se dhe ju jeni faktor i rëndësishëm në promovimin e shëndetit dhe gjithsesi në parandalimin e rreziqeve siç është obeziteti. Dhe ne do mundohemi që të bëjmë më të mirën që të ngrisim vetdijen tek të gjithë qytetarët. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe.